Këta kështu fillojnë ndahen nga gratë, nga burrat vetëm për të fshehur pasurinë, për të bërë gjë se mendojnë se duke u ndalë, mendojnë se do ta fshehin pasurinë, po e kanë të kotë, sepse unë ju kam thënë që FBI-a qoftë edhe Anglia i din gjithë se ku i kanë bankat e ku i kanë pasuritë e tyre. Ju kam thënë që edhe vetë Ramës i është bllokuar si dhe të tjerë, dhe vetë Ramës në Amerikë është bllokuar qoftë fizikisht, domethënë pronat që ka, qoftë edhe llogaritë bankare. Kështu që jemi edhe Erionin kështu e qitëm fillimisht, e kuptohet sikur ishte për ca shpenzimet, e më thatë shoqet, por dolën pastaj të tjerat, edhe Erioni do të vazhdoj të ketë të tjerat. Ashtu siç do të vazhdoj të ketë të tjerat edhe Belina, dhe automatikisht edhe Rama është brenda të gjithë aferave që ka bërë Belina Balluku. Patjetër, sepse në të gjithë takimet, në të gjithë inaugurimet, në të gjithë veprimet ka qenë Rama prezent. Rama nuk mund, vetëm për Belinën ai nuk mund të thotë që ka hëngër dardha pas shtëpinë time. Për çdo tjetër njeri, për Belinën nuk e thotë dot se në të gjithë rrugët, në gjithë tunelet, në gjithë portet, aeroportet, mos harroni se ka qenë edhe Bexheti thash 4 orë sa në prokurorinë e rrethit Tiranës. Mirë po, kombinimi ndërmjet Spaku dhe prokurorisë Tiranës është evidente, nuk ka ndonjë gjë të keqe. Gjithë çka ka deklaruar Pacolli do të kalojnë tek Spaku, patjetër. Janë deklarime në prokuroria dhe i merr dhe Spaku ato si dëshmi reale, pa e marrë Spaku në pyetje Pacollin për ato deklarime që ka bërë aty. Dhe lufta e aeroporti i Vlorës tash. Po mos harroni, përveç aeroportit janë dy anijet që as kanë prodhuar ndonjëherë asnjë gram, po që vetëm kanë marrë lekë të shqiptarëve. Mos harroni se është edhe çështja e inceneratorit Tiranës, e cila nuk është mbyllur, sepse ju kam thënë që në fillim që dosja e inceneratorit Tiranës nuk është e mbyllur, se u dënua X dhe Y, sepse ajo është ndarë në 3 pjesë. Në pjesën e tretë është më e frikshmja. Pse? Sepse pjesa e tretë është direkt Erion Belia, Edi Rama, Belinda Balluku, apo dhe kryeministët që kanë qenë përpara, qoftë edhe braçja e kompanitë që kanë qenë kryeministët që kanë firmosur në atë kohë. Kështu që nuk është se u bë, dhe unë prandaj them që do të klasja ajo e madhja. Ka dosi me Gonikal të hapur. Para 2 ditësh, 3 ditësh në Amerikë është bërë përsëri një problem shumë i madh në mediat amerikane. Çështja me Gonikal, sepse edhe atje flitet për sigurinë e Amerikës dhe ardhja e zëvendësitarit shtetit në Amerikë. Marku, kur erdhi këtu, kë takoi Spakun, ministrin e brendshëm dhe drejtësisë. Nuk takoi absolutisht asnjë tjetër. Dhe pas këtij po ndodhin çuditëra tashmë. Dhe jo të shihni që do të ketë çuditëra më të mëdha. Për t'i dhënë garantë, dhe unë jo pa qëllim thash që mediat e sfumuan në deklaratën e Dumanit në parlament. Cilat do të jenë këto çuditëra? Çuditëra, do të thonë, janë ato pjesë që këto do shkërmoqen gjithë. Politika shqiptare do hajë goditje shumë të madhe. Dhe kur them politika shqiptare, nuk e kam vetëm për një krah. Po flas politikanë shqiptar, shtetarët shqiptar, të cilët kanë 35 vjet që ndërmojnë këtë vend. Po që do marrin goditje të gjithë, në mënyrë absolute. Nuk mund të shpëtojnë më. Dhe thash, deklaratat që bëri Dumani e sfumuan, se u morën me debate të kota, në të njëjtën kohë ai tha 2 fjalë, askush nuk është para ligjit, mbi ligjin, dhe pjesa tjetër që ishte më e rëndësishme ishte që Spaku tashmë është në bashkëpunim të plot me FBI. Ne jemi vetmi vend në Ballkan apo në Europë që qëndron FBI-a në Shqipëri. S'ka vend tjetër që të jetë FBI-a në Shqipëri. Dhe FBI-a është atachuar në Spak. Të vijë zëvendës sekretari i shtetit amerikan këtu, takoj vetëm Spakun dhe 2 ministra, dhe ta anashkaloj në mënyrë të kryeministrin apo presidentin apo kryetarin e parlamentit.
Këtu ka ardhur zëvendësi sekretarit shtetit edhe këta kanë qitë në faqet pare të thënë e takume sot s'ka asgjë. S'ka asgjë. Zoti Merkoçi, Zoti Merkoçi dhe pyetje fundit sa i përket Belinda Ballukut. A mendoni se po tenton që të shpëtoj, po themi, gjithë aferat e saj apo dhe aspektin e pasurisë, duke nisur nga fakti që një ditë para se ajo të thirrej në SPAK, e motra e Belinda Ballukut hapi zyrë avokatie, po pa specifikuar veprimtarinë në QKB, dhe më pas tani së fundmi i vllai i Belinda Ballukut, për të qenë saktë dhe korrigjuar atë të mëpashmen, theksohet se po divorcohet nga gruaja e tij. A janë këto manovra për të fshehur pasurinë apo për të bërë lëvizje të tilla siç ishin në rastin e çiftit Meta Kryemadhi? E para je që motra Belindës ka konflikt interesi sepse ka qenë në krye mitingut dhe është kjo që i ka kaluar në përduar prokurorë dhe gjyqtarë. Dhe kjo është një kashillik që ai i bën prokurorisë. Pra, se ka direkt konflikt interesi po ta marrin. Por duke qenë familjare ajo ka drejt ta mbrojë Belindën. Atë që thash më përpara, ndjes sepse ngatarrova, domethënë, jo e motra Belindë, po i vllai Belindës, ndahet nga e shoqja, pikërisht për të fshehur pasurinë. Për të fshehur pasurinë, sepse po ti shefësh, këta i kanë pasuritë, i kanë ke motra, ke vllai, ke nona, ke baba, edhe pse i kanë ka 90 vjeç, ka 100 vjeç, ka 80 vjeç, çuditërisht prindet e këtyre janë aksionerë, kanë pallate, kanë dhe thash, ke çunë tezës, çunë hallës, dhe prandaj është shtrihet gjërësisht. Ta për shembull ke shumë nga këta për shembull që i kanë pasuritë në emër të shoferëve të familjes vet. Pra, këtu është mënyra për ta fshehur pasurinë. Por harrojnë se pasuria nuk mund të fshehet sot, sepse është ndër vite dhe këta janë ndër vite që janë në hetim, nuk janë sot. Sepse çdo gjë del, çdo gjë ngelet njoll, dhe këto nuk po kuptojnë që çdo gjë ngelet njoll, sa do të mundohesh ti ta bësh. E këtë loj lujti dhe Ilir Meta me Monikën. E kupton? Këta kanë, dhe ajo që është më e keqe se këta kanë përdorur edhe fëmijët e tyre kanë përdorur, i kanë bërë llogari bankare kalamajt vegjël, dhe ai kanë miliona në për llogari bankare të tyre. Kështu që blejnë shtëpia, i vënë emër të fëmijëve, i vënë emër të këtij, emër të pra këta janë aq pa shpirt, them sa përdorin edhe fëmijët e tyre i përdorin. E kupton? Jo më motra e vlla, nuk diskutohet. Dhe pavarësisht se këta thash mundohen të bëjnë atë ndarje, sikur ajo i ka vetat ky, ose mirë, po kur futesh në hetim pastaj do fillojnë të tregojnë edhe Erion Velia këtë por në fillim. U mundua ta justifikonte me atë pjesën e të shoqës se më the thash, po më pra dolën letrat, kur të vjen letrat në tavolinë do japësh justifikim për çdo letër që del. Dhe ky emrin e Ramës, nëse ka përdorur Erion Velia, ka përdorur pikërisht për të mbrojtur vetveten. Nuk e ka përdorur se ka qenë në atë moment kundër Ramës. Sepse ai deri në moment, po ta shihni në gjykatë kushtetuese, ai kurrë nuk e përmeni emrin e Ramës. Ai përmendte vinte rrotull, por nuk e përmendte. Por kur vjen para drejtësisë pastaj, aty fakti që kanë tavolinë, pastaj do ta justifikosh, dhe ky kur thash që ka folë Erion Velia, ka folë sepse ka është përballë para fakteve. Dhe kanë nxjerrë emrin e Ramës apo të Belindës apo të këtij apo të atij, të gjithë emrat i kanë nxjerrë pikërisht për këtë fakt. Sepse do të justifikohet me veten. Dhe jo se Erion Velia u bë bashkëpunëtor i drejtësisë. Është ndryshe, bashkëpunëtori i drejtësisë është ndryshe kur ti tregon nga fakti kur del përpara. Nuk e mohon dot Erion Velia atë fakt.